Fillimi i tetorit shënon nisjen e tetorit të rozë, muajit kushtuar ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, një sëmundje që prek miliona gra në mbar botën dhe që përbën një ndër 3 shkaqet kryesore të vdekjeve të parakoshme tek gratë në moshën 70 vjeç. Fushata mbar botërore synon jo vetëm të rrizë vëmendjen e publikut, por edhe të inkurajojë diagnostikimin e hershëm dhe trajtimin në kohë që konsiderohen faktor vendimtar për shpëtimin e jetëve. Në nisje të këtij muaji sensibilizues, kryeministri Edi Rama përcolli një apel për të gjithë gratë dhe vajzat, duke i ftuar ato të mos neglizhojnë shëndetin e tyre. Thirrja e përvitshme në çdo tetor roz për të gjitha gratë dhe vajzat që të marrin fare pak kohë për të kujdesur për veten, duke bërë mamografin falas në rrjetin e poliklinikave dhe spitaleve rajonale në vend, u shpreh kreu i qeverisë. Edhe presidenti Bajram Begaj shkoi zërin e tij në këtë kauzë në një mesazh për mbështetje dhe inkurajimin e grave që përballen me këtë sfidë. Çdo histori është unike, çdo rrugtim ka rëndësi. Në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, inkurajojmë gratë dhe vajzat që me guxim të jashtëzakonshëm të përballen me këtë sëmundje, parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm shpëtojnë jetë, deklaroi ai. Statistikat tregojnë se një në 8 femra në mbar botën preken gjatë gjithë jetës nga kanceri i gjirit. Një ndër simptomat më të zakonshëm është faqja e një gunge e ndjeshme në gjë që dallohet nga indet e tjera rreth. Mjekët theksojnë se vizitat periodike dhe mamografia janë mënyrat më të sigurta për të parandaluar përkeqësimin e sëmundjes dhe për mundësuar trajtimin efektiv. Në të gjithë vendin pritet që gjatë tetorit të zhvillojnë aktivitete sensibilizuese, kontrolle falas dhe nisma të ndryshme të shëndetit publik në kuadër të përpjekjes për të ulur pasojat e një sëmundjeje që çdo vit prek dhe ndryshon jetën e shumë familjeve.